Kamës, aty ku kreu i PD Sali Berisha po organizon një takim atje. Ndjekim. Të Partisë Demokratike në qendër dhe në Kamës, kandidat të kësaj partie për deputet të Kamës dhe kryeqytetit i dashur Zoti Mediu, të dashur miq, të pranishëm në këtë takim, në një ditë nderimi, në një ditë do të thosha edhe më shumë se nderimi, të mësueses, mësuesit, të kontributit tyre, të përpjekjeve të tyre, të mëdha në fushën e dijes, të edukimit qytetar, të atletarishë, por dhe njerëz që sot përballen me vështirësi të mëdha dhe të pamerituara. Sot ne nderojmë këtë ditë, nderojmë figurën e mësuesit dhe mësuesit, në një kohë që nuk e meritonim kur këtë gjë. Kur vështron disa tregues, kur konstaton se pak muaj më parë fëmijët tanë të mrekullueshëm renditën të fundit në botë për mendimin kreativ në testin e cilësisë, kur kujton se arsimi ynë në cilësi nga një ngjitje vertikale që pati në vitet 2007-2014, pësoj një rënje dramatike vertikale, një rënje e cila nuk është parë, nuk është konstatuar në asnjë vend tjetër të planetit. Një rënje me 69 pikë në njërin prej shkencave më themelore të njeriut dhe njerëzimit, që është matematika. Këto tregues nuk janë rastësor.